Angjela këtu në parkimin paralel midis mjedheve, të shikojmë si do të kriju ushtrimin. Mbajt timonit drejt, shikojnë pasqyrën e kraut djath paralel me vijën e parkimit, ec nga dal, ku në pasqyrën e kraut djath, goma kalon një pas me piketën, bëhet ndalimi i parë i mjedhit. Në këtë ndalim kthehen rrodat djathës, i ngrenohet marshi i ecës brapa. Kur mjedi rrotullohet nga djatha në të majt dhe në pasqyrë të shoferit del piketa e benzit kjo këtu, ose targa automjetit në teren, drejtohen gomat. Ky quhet ndalimi i dytë. Ndalimi i tretë lëviz drejt me gomat e drejtuara dhe gomën e pasme mbi vijën e parkimit. Kthe rrotat majtas me kujdes duke kqyrë në tre pasqyrat, ecet nga dal, mos synohen vijët e pandërprerë dhe piketat, dhe të futet mjedi në kuadrat. Lëvizja në parkim kur bën parkimin bëhet nga dalë, që dami të jetë sa më i vogël nëse godet mjetet e parkuara. Tani do fusi mjetin në kuadrat duke kthyer rrotat djathës, përsëri të lëvizi nga dalë. Pastaj drejtoj gomat dhe do të raportoj. Shumë mirë keni kriju ushtrimin, komplimente.